jam gati me ju prezantu diçka që po bëhet gati me sillte gjithë shoqënia jonë. Diçka që ne e kemi besu të gjithë se kanë nevojë shumica, por mesazhet, e-mailat që vinë për ditë janë të shumt dhe janë të rëndë. Ka disa e-maila që kanë histori që dikur i kanë përjetu dhe që sot janë gati t'i flasin edhe publikisht. Ato rrëfime janë gati t'i dëgjojnë edhe të tjerët, pasi sot trajtohen si faza që kanë kalu dhe sot janë mirë. Unë ju falenderoj për të gjitha ata e-maila, për gjithë historitë që i keni shkru dhe projekti që thirret mes 4 mureve unë dhe ti, gjirimet për ata që janë gati t'i thojnë publikisht rrëfimet të tyne, janë gati me u bo këtë javë. Në një dhomë, ashtu si që kemi lënë, vetëm unë dhe ata. Kjo është storja që do të nisë projektin ma të ri, i cili ende nuk është vendose ku do transmetohet, por vetëm e dim që thirret mes 4 mureve unë dhe ti. Histori, rrëfime, momente të vështira të jetës. Unë nuk i duhem mas kujt. I e shëmtuar, mbyllë gojen. Je i gojë. Smundesh me bafë. Edhe nëse ka kalu, a ke nevojë ta flasësh? Nëse jo, a të mjaftoj si dëgjuese. Për ty, që më shkruan çdo ditë, ball për ball, sy më sy, mes 4 mureve. Unë dhe ti. Na shkruani në radar@dukaqini.com. Ju në përmjet të programi keni më ndëgju histori të vështira që me rëndësi e kanë mesazhin e mirë me përcjell të masa. Nëse një zonjë ka kaluar momente të vështira të jetës duke i bërë vetvrasje bashkëshorti dhe ka gjetur forcë të marrë fëmijët e saj dhe t'jetoj e punoj sot, është mesazhi më i mirë për të gjithë ne që rrëzohemi në momentet vogla. Këto mesazhe do të na bëjnë më të fortë me u përballë me telashet e vogla që ne i zmadhojmë në përditshmëri, kur shohim njerëz të fortë që pavarësisht vështirësive të mëdha që kishin, ata sot jetojnë, kanë gjetur arsye të frymojnë dhe mbështetje në rastin konkret fëmijët e vet. Se kur do të filloj si program, do ju njoftojmë ditëve në vazhdim për datën, edhe vendin se ku do transmetohet. Ky program do të ketë ditën dëgjuese për ata që dojnë me fol publikisht dhe do të jem dëgjuese edhe për ata që dojnë pa gjirime, pa kamera, vetëm dëgjuese. Do të jetë e dita përballë tyne në të dyja versionet.